Padyshim që shqiptarët në Maqedoninë e Veriut kanë aspirata që gjuha shqipe të jetë zyrtare, plot dhe barabartë në tërë territorin, por për fat të keq sot korniza kushtetuese dhe ligjet aktuale në fuqi nuk e mundësojnë këtë. Ligji është pengesa për shqipen gjuhë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, sipas kryetarit të Parlamentit Afrim Gashi, i cili e thekson se mos politizimi afron zgjidhjen për këtë çështje kryesore për shqiptarët në vendin fqinj. Sa më shumë që ne e depolitizojmë çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe, aq më shpejt mendoj se do arrijmë deri te zyrtarizimi i gjuhës shqipe. Prandaj demokracia është një proces i rënd, ne duhet të flasim me gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Kryeparlamentari i Maqedonisë së Veriut në një reagim për mediat pasi mori pjesë në samitin e diasporës, u ktheu përgjigje kritikave për mos angazhim në krah të studentëve në Shkup, që kërkojnë të realizojnë provimet në gjuhën shqipe, provimin e jurisprudencës. Ndoshta i pari që kam qenë në komunikim me studentët, ju kam dhënë përkrahje maksimale. Nga Tirana ndau pritshmëri pozitive. Është formuar grupi punës dhe unë jam shumë i bindur që shumë shpejt do të gjejmë një zgjidhje. Ajo është vetëm një element të përdorimit të plot të gjuhës shqipe në vend. Përdorimi i gjuhës shqipe është i rregulluar me ligj në Maqedoninë e Veriut, por interpretimet kanë kufizuar këtë të drejtë për shqiptarët që përbojnë rreth 29% të popullsisë.